Telegrafi u themelua në fund të vitit 2006 dhe shumë shpejt u shndrua në pikë referuese tek vizitorët shqiptar në internet. Vetëm pak muaj pas lansimit, ne shënuam rritje rekorde të vizitueshmërisë. Gjithnjë në hap me trendet e fundit të teknologjisë informative, kemi arritur që gjatë gjithë kohës me sukses të ridizajnojmë Telegrafin dhe të ofrojmë risi në produkte. I kushtuam rëndësi të veçantë dhe i mbuluam me profesionalizëm ngjarjet vendore dhe ndërkombëtare. E ndërto edhe kampionatin botror në futboll South Africa 2010. Telegrafi me këmbgulësi e ruan pavarësinë editoriale dhe emrin e besueshëm që ka krijuar në mesin e lexuesve. Pra pas suksesit të Telegrafit qëndron stafi profesional, i cili përmes përmbajtjes origjinale të paanshme bën që faqja të rifreskohet në çdo kohë. Sot Telegrafi vazhdon të mbetet portali më i vizituar në gjuhën shqipe, me mbi 200.000 vizita në ditë dhe më shumë se 100.000 telegrafista na përcjellin në rrjetet sociale. Dhe së fundi, duke filluar nga një gushti, lansuam platformën e re për reklamim, që shumë kohë i kishte munguar tregut ton. Përmes platformës së re, të gjithë banerët e kanë mundësinë e menaxhimit të tyre sipas qëllimit dhe objektivave të juaja. Ju mund t'i monitoroni statistikat në kohë reale. Me opsionin geotargeting, ju mund ta zgjedhni shtetin. Time targeting, ju mundson që të menaxhoni kohën, ditët, se kur dëshironi t'ju shfaqet reklama. Frequency capping, ju mund të përcaktoni sa herë të shfaqet reklama juaj tek një vizitor unik. Të gjitha këto bëjnë që kampanja juaj të jetë fuqishme dhe e volitshme për buxhetin tuaj.